Si paraqitet situata, çfarë masash jeni duke marrë? Atë kjo situata është më shumë se dramatike. Kjo është një katastrofë, por nuk është katastrofë natyrore. Kjo është katastrofë që shkaktuar nga njeriu. Nuk është thjesht histori mos menaxhimi apo keq menaxhimi. Është gjithashtu një histori e madhe korrupsioni. Janë mbi 30 milionë euro të hedhura në sistemet e kanalizimeve gjatë gjithë këtyre viteve. Dhe ja kush është rezultati. Brenda një viti, kjo zonë është përmbytur 3 herë. Nga janar janë 3 herë përmbytur. Janë mbi 400 familje që presin dëmshpërblimeve dhe 2 përmbytjeve të tjera dhe i zuri i treti. Një pjesë ja kanë dhënë me këste, më pak se 25%. Një pjesë janë dhënë 100% për mënyrë selektive. Pra dhe këtu funksionon patronazhimi. Në fatkeqësi bëjnë politikë. Kjo është një histori si që thash, jo vetëm keq menaxhimi, por është një histori kriminale. Para të cilat hidhen në mënyrë të qëllimshme, duke ditur shumë mirë që Durrësi ka këtë problem shumë madh, hidhen vetëm për të kaluar kohën. Pra kemi hidrovorin, i cili hidrovori vjetër e kanë për arsye krejt korruptive e kanë transferuar në një zonë tjetër, e cila nga ana tjetër nuk përmbush kushtet teknike, nuk garanton tërheqjen e ujrave në kohë, dhe ja ku është pasoja. Është ndërtuar në karakteristika teknike të cilën nuk lejojnë që të ujit shkojë të i tërri dhe të evadohet atje. Kanë mbyllur kanalin e ujrave të larta të zonës Kodrës. E ka deklaruar kryetari i bashkisë se do mbyllet 2.6 kilometra kanal për ta bërë shëtitore. Unë isha vetë atje prezent, është një shëtitor që kalon përmes varrezave të qytetit. Krejt e heshtur plot me balë, e cila nuk bën një tjetër vetëm pengon ujin që të evadohet nga ky kanal kur ka rreshje dhe përfundon i tërri në zonën e Içkënetës. Pra praktikisht këtu ka punë për prokurorinë e shtetit. Prokuroria do të vijë më një herë dhe të marrë në përgjegjësi penale të gjithë ata që në këto vite, në 25 vite qeverisje nga Socialistët Bashkisë Durrësit, kanë sjellë në këtë situatë. Zoti Filipashi, për sa i përket situatës së hidrovorit, ka pasur, le të themi, hipoteza të ndryshme. Ju si opozitë, a keni bërë ndonjë konstatim deri në këto momente dhe a do të merrni ndonjë hap konkret? Tani, sigurisht që kjo kërkon një thellim edhe në aspektin e specialistëve, por specialistët tanë thonë që hidrovori i ri që është ndërtuar me 19 milionë euro nuk është në kushtet për të bërë atë që është detyra. Ndërkohë që hidrovori i vjetër duhet spostohet për shkak se e kanë përplasur në tjetër kohë me ndërtimin e portit që është në koncesion. Sigurisht që zgjidhjet teknike duhet t'i mendojnë ata që bëjnë që shpenzojnë parat. 19 milionë euro vetëm për këtë investim janë shumë. Dhe kjo për të mos funksionuar. Hidrovori është pikërisht për këtë situatë. Pra nëse nuk ka funksionuar, ka përgjegjësi penale. Pra duhet patjetër, duke thënë nga prokuroria, kontrolli i lartë i shtetit duhet vijë të bëj auditojë të gjithë të investime ndër vite dhe të gjejë përgjegjësitë dhe të çojë për ndjekje penale ata. Ne si opozitë, nga ana tjetër kemi propozuar në Këshill Bashkiak në dhjetor për të gjatë miratimit të buxhetit të vendoset një fond për të bërë një master plan të plot me ekspertizë më të mirë, qoftë dhe ndërkombëtare apo dhe lokale, për të bërë një zgjidhje përfundimtare. Nuk mund të shpenzohen para rast pas rasti, ndërkohë që nuk gjendet zgjidhje. Durrësi këtë problem ka probleme më të madh. Dhe nëse kjo nuk zgjidhet dhe shpenzohen para, do të thotë që jemi përpara përgjegjësisë të cilët prokuroria duhet të çojë deri në fund. Ne nga ana jonë do vazhdojmë të ngrejmë, do të kërkojmë komisione hetimore qoftë në nivelin e bashkisë, qoftë dhe do ta shqyrtojmë edhe në aspektin e parlamentit, por nga ana tjetër aty ku do të konstatojmë nevojën do bëjmë dhe kallëzimet penale. Faleminderit.